LSDM dorëzoi iniciativë për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit. Trajko Velanovski ka thirrur takimin koordinativ për të martën. Komesari Johannes Hahn, i shoqëruar nga 3 eurodeputet, pritet që të martën të vijë në Shkup. Bashkësitë fetare kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët në cilën u bëjnë thirrje liderëve që të qetësojnë situatën. I akuzuar i rastit Kumanovës, Enver Hoxha ka deklaruar se dëshminë e plot për ngjarjen mund ta jap vetëm para një institucioni ndërkombëtar. Mbrëma me lajmet qendrore të ndëruar shikues të televizionit Shenja. Kryesuesi i seancës konstituive Trajko Velanovski ka caktuar një takim koordinues për të martën në mesditë, gjatësisht më 21 mars. Nga shërbimet e Kuvendit informojnë se Velanovski ka konfirmuar se ka pranuar kërkesën dhe pas konstituimit për konsultimit në fakt me përfaqësuesit autorizuar të partive politike të përfaqësuar në Kuvend, e ka caktuar këtë takim, ndërkohë LSDM gjatë ditës dorëzoi iniciativë të nënshkruar nga 67 deputet për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit. Nga partia Zaevi thonë se vendimi i Trajko Velanovskit që të mos thirrë menjëherë takimin koordinativ është edhe një vërtetim se Nikola Gruevskit dhe VMRO-DPM-s u intereson vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Pas iniciativës për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të dorëzuar sot nga LSDM, kryesuesi i seancës konstituive Trajko Velanovski ka caktuar një takim koordinues për të martën në mesditë, gjëgjësisht më 21 mars. Nga shërbimet e Kuvendit informojnë se Velanovski ka konfirmuar se ka pranuar kërkesën dhe pas konsultimit me përfaqësuesit e autorizuar të partive politike të përfaqësuara në Kuvend, e ka caktuar këtë takim. Në këtë takim koordinativ do të duhet të themelohet propozimi për përbërje të Komisionit për çështjen e zgjedhjeve dhe emërimeve, që do të shërbejë në bazë të caktimit të vazhdimit të seancës konstitutive në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Me njëherë pas caktimit të takimit koordinues, kanë reaguar nga LSDM, nga ku thonë se vendimi i Trajko Velanovski që të mos thirrë me njëherë takimin koordinativ, është edhe një vërtetim se Nikola Gruevskit dhe VMRO-DPM-s u intereson vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Ata nëpërmjet një komunikate thonë se arsyetimi i Velanovskit se për takimin duhet pritur që deputeti i VMRO-DPM-s Ilia Dimovski të kthehet nga udhëtimi, është veprimi i pahishëm dhe luajtje me vullnetin e qytetarëve dhe i njëjti paraqet në çmim për Kuvendin. Nëse Dimovski është në rrugtim, mund të përfaqësohet nga zëvendësi i tij. Sjellja e papërgjegjshme përfaqësuesve të VMRO-DPM-s është edhe një argument se ata nuk mbajnë llogari për interesat e qytetarëve, por kjo do të marrë fund shpejt. Proceset demokratike janë të pandalshme, do të ketë seancë konstitutive, mandat për formimin e qeverisë dhe qeveri të re reformatore të qytetarëve të Maqedonisë. Për ndryshe, gjatë ditës, sekretari i përgjithshëm i LSDM-s ka dorëzuar tek kryesuesi i seancës konstituive Trajko Velanovski iniciativë të nënshkruar nga 67 deputetët e LSDM-s, BDI-s, Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët, ku kërkohej që të vazhdohet seanca konstituive e Kuvendit. Sipas Pasovskit, hapi i parë që do të ndërmiret është për zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Megjithatë, mosmarrveshja mes VMRO-DPM-s dhe LSDM-s mund të paraqitet në lidhje me numrin e anëtarëve të Komisionit për zgjedhje dhe emërim. Pasi VMRO-DPM insiston që të ketë 6 anëtar nga kjo parti, 5 nga LSDM dhe nga 1 nga BDI dhe Lëvizja Besa. E ndërkaq nga LSDM thonë se VMRO-DPM dhe LSDM duhet të kenë nga 5 anëtar, 2 BDI dhe 1 nga Lëvizja Besa. Ky komision është i rëndësishëm pasi nëpërmjet tij kalojnë të gjitha zgjedhjet dhe emërimet e funksionerëve që i zgjedh Kuvendi. Ndërkaq kreu i LSDM Zoran Zaev tha se rrjedhja e punëve për formimin e institucioneve nuk varet vetëm prej tij, por nga të gjithë politikanët së bashku, duke shtuar se do donte që sa më shpejt të ketë qeveri, por sipas tij fillimisht do duhet të caktojë seanca konstituive, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, shkresë presidentit Ivanov si dhe vendimi i tij për dorëzim të mandatit. Ndërsa siç paralajmëruam në fillim të lajmeve, të martën në Shkup do të vijë komesari për zgjerim dhe politikë fuqinësore Johannes Hahn, i shoqëruar edhe nga 3 eurodeputetët Eduard Kukan, Ivo Weigl dhe Knut Fleckenstein. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocian-Qiç ka thënë se Hahn do të vjen me porosinë se është i nevojshëm formimi sa më i shpejt i qeverisë.
Komisari për politikë fqinësore dhe zgjerim Johannes Hahn të martën do të vinë në Shkup së bashku me 3 eurodeputetët Edvard Kukan, Ivo Weigl dhe Knut Fleckenstein, ka vërtetuar sot zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic. Ata do të takojnë me të gjithë përfaqësuesit e të gjithë partive politike, si dhe me presidentin Ivanov. Ata do të përsërisin porosinë e fuqishme të Bashkimit Evropian, të respektohet rezultati zgjedhor dhe të mundësohet që proceset demokratike të rrjedhin dhe sa më shpejt të formohet qeveri e cila do të vazhdojë të implementojë marrëveshjen e Përzhinos. Ajo ka rikujtuar se dje në samitin e 6 të liderëve të Ballkanit në Sarajev, Han ka ripërsëritur nevojën e bashkëpunimit rajonal dhe ka paralajmëruar për rrezikun nga zgjidhja e tensioneve, përfshirë edhe marrëdhëniet ndërretnike me deklarata që mund të prishin këto marrëdhënie. Në pyetjen sapo përgatitet Përzhino 3, Kocijancic theksoi se qëndrimi i Komisionit është që marrëveshja e Përzhinos të implementohet tërësisht. Vlerësojmë se përpos gjërave që duhet të ndodhin është që marrëveshja e Përzhinos, ashtu siç e dini, duhet të zbatohet. Kujtojmë se komisari Han pas vendimit të presidenti Gjorge Ivanov për të mos dhënë mandatin liderit të LSDM Zoran Zaev për të formuar qeveri, ka reaguar duke thënë se në një demokraci shumica parlamentare duhet pranuar edhe nëse dikujt nuk i pëlqen. Ministri i Punës të Jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski ka zhvilluar takime me kryesuesin OSBE-s Sebastian Kurz. Në komunikatën e Ministrisë së Jashtme thuhet se në takim është biseduar për stabilitetin rajonal dhe nevojën e integrimit në Bashkimin Evropian si garancë më e mirë për zhvillim të Ballkanit. Antarësimi në BE do t'i stabilizojë gjitha vendet ndërsa do t'i relakson sfidat brenda në Bashkimin Evropian. Kriza migrantëve, ndryshimet gjeopolitike, kërcënimet nga radikalizmi dhe terrorizmi dhe konkurenca globale janë shembuj të freskët për atë se ndajmë interesa të njëjta. Logjikisht është të kërkojmë bashkim rreth një kauze, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe tregut përbashkët, dhe kjo është me siguri garanca e vetme për paqe dhe zhvillim në Maqedoni dhe rajon, ka thënë Popovski pas takimit. Fadil Zendeli, deputeti i koalicionit Rilindje me Bez, ka thënë se është i nevojshëm formimi i qeverisë me qëllim që qytetarëve t'u ofrohet rehati dhe perspektiva. I tha se për përfshirjen eventuale të koalicionit në qeverinë e re duhet bërë analiza mirë. Sipas tij nuk duhet hyrë në asnjë qeveri pa kushte, siç kanë vepruar partitë deri tanishme shqiptare. Deputeti i koalicionit Rilindje me Bez Fadil Zendeli vlerësoi se nuk duhet të ndalen përpjekjet për të formuar qeveri me qëllim që qytetarëve t'u ofrohet rehati dhe perspektivë. Ai në emisionin Arena ka thënë se nuk është moment për të nënçmuar situatën e sigurisë dhe se vetmja mënyrë për të tejkaluar këtë situatë është që të ketë institucione stabile të cilat do të ballafaqohen me problemet. Status quo-ja mund të jetë zgjidhje e momentit, por nuk është zgjidhje për ditën e nesërme. Për ditën e nesërme kjo krijon probleme. Për shkak se status quo-ja nuk i zgjidh problemet, mban një status quo, atë që e them edhe më herët, ku kemi një qeverisje VMRO dhe BDI, edhe ndoshta këto dy subjekte ndonjëherë nuk janë shumë të interesuar që situata edhe të ndryshon, edhe të krijohen, domethënë, rrethana të reja për krijimin e qeverisë. Por prandaj gjitha partitë politike tjera duhet maksimalisht të jenë të angazhuar në rrugë institucionale dhe politike, në komunikim dhe partneritet edhe me faktorin ndërkombëtar. Do të rrisim gjithë përpjekjet tona që sa më shpejt të krijohen institucione. Sa i përket pjesëmarrjes së koalicionit Rilindje me Bez në qeverinë e ardhshme, Zendeli tha se një gjë e tillë do të analizohet rrënjësisht dhe se nuk duhet hyrë në qeveri pa kushte, siç kanë vepruar partitë politike të deritanishme. Ne si shqiptarë kemi pa sherrin partive politike shqiptare me hyrjet e tyre në qeverisje pa kushte. Dhe pastaj brenda qeverisjes çka do dale për shqiptarët. Thonë një politikë e tillë, një praktikë e tillë duhet marrë fund. Ne tash duhet me kriju program qeveritar, me kriju një qeveri me cilën do t'i ngërthente interesat e gjithë subjekteve politike. Zendeli ka folur edhe për takimet me liderin e LSDM-s Zoran Zaev, duke thënë se në ato takime është biseduar se si të vihet deri te funksionalizimi i kuvendit. Ndërsa se përket krizës politike, bashkësitë fetare në Maqedoni kanë shkruar një deklaratë përbashkët në cilën u bë thirrje liderëve politik që të ndërmarrin hapa për qetësimin e situatës. Në këtë deklaratë thuhet se në frymën e respektimit dhe tolerancës politikanët duhet të ndërmarrin masat përbashkëta të menjëhershme, të bazuara në rregullat legjitime e ligjore të shtetit.
Zhvillimet e fundit politike kanë nxitur shqetësim edhe tek bashkësitë fetare në vend. Krerët e 5 bashkësive fetare kanë bërë thirrje për qetësim të situatës, për të dëshmuar vullnet të mirë në vendimet dhe veprimet. Ata po ashtu kanë thirrur për përmbajtje nga veprimet të cilat mund të rrezikojnë shtetin dhe sigurinë e qytetarëve. Kishat dhe bashkësitë fetare në Republikën e Maqedonisë të përfshira në kushtetutën e vendit me kujdes të veçantë po i ndjekin zhvillimet të cilat një kohë më të gjatë po e rëndojnë përditshmërinë dhe jetesën e të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Ky rast është mundësi historike të dëshmojmë se vërtet e duam atë tonë të përbashkët Republikën e Maqedonisë, pa marrë parasysh cilit kom dhe cilit komunitet fetar i takojmë. Duhet ta kemi të qartë se bashkëjetesa e vërtet arrihet vetëm në paqe me respektimin e dallimeve dhe të drejtave të çdo individi, pa cënimin e të drejtave dhe dinjitetit të tjerëve. Bashkësitë fetare gjithashtu kanë bërë thirrje politikanëve dhe partive politike që të ndërmarrin masa urgjente për tejkalimin e kësaj situate në të cilën ndodhemi. U bëjmë apel politikanëve dhe partive që të dëshmojnë dashurinë ndaj njeriut dhe atë dashurinë dhe në frymën e respektimit të tolerancës të ndërmarrin masa të përbashkëta të menjëhershme të bazuara mbi rregullat legjitime e ligjore të shtetit me qëllim të tejkalimit të sfidave dhe rreziqeve me të cilat po përballemi. Në letër më tej thuhet se vetëm të bashkuar dhe unik mund të dëshmojë se shoqëria multietnike dhe multifetare mund të funksionojë dhe të mbijetojë. Kryetarët e komunave dhe antarët e këshillave të komunave mund të ushtrojnë kompetencat e tyre deri kahmesi muajit maj. Ministria e Qeverisë Lokale ka sqaruar se kjo bëhet me qëllim që të sigurohet mbrojtja e drejtës kushtetuese të garantuar të qytetarëve në veçqeverisjen lokale. Ministria e Qeverisjes Lokale ka njoftuar sot se kryetarët e komunave dhe antarët e këshillave të komunave mund të ushtrojnë kompetencat e tyre deri në fund të gjysmës së parë të majit. Vendimi i tillë është sjellur në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë. Nga veçqeverisja lokale kanë theksuar se kushtetuta e vendit e garanton të drejtën e qytetarëve, si dhe të drejtën e tyre drejt për drejt dhe përmes përfaqësuesve, pjesëmarrje në vendosje për çështje nga rëndësia lokale. Në pajtim me mendimin e Ministrisë së Drejtësisë, kryetarët aktual të komunave dhe antarët të këshillave të komunave mund t'i ushtrojnë kompetencat e tyre të konfirmuara me ligj deri në përfundimin e afatit të caktuar në nenin 16 paragrafi 1 nga Kodi Zgjedhor, gjithsesi deri në përfundimin e gjysmës së parë të majit, me qëllim që të sigurohet mbrojtje e së drejtës kushtetuese të garantuar të qytetarëve në veçqeverisjen lokale përmes sigurimit të ushtrimit të vazhdueshëm të kompetencës nga ana e organeve të komunës. Ky vendim është përkrahur edhe nga Bashkësia e Njësive të Veçqeverisjes Lokale, të cilët kanë zhvilluar sot një takim me kryetarët e komunave dhe përfaqësues të këshillave komunal. Pas takimit nga ky institucion ka njoftuar se përkrajnë mendimin për kohëzgjatjen e mandateve të kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve deri më 15 maj të 2017-s. Është bërë apel për sigurimin e kushteve për shpalljen sa më të shpejtë të zgjedhjeve lokale, sepse në të kundërtën do të kemi situatë ku komunat dhe institucionet të cilat janë në kompetencat e komunave, shkollat, qerdhet, institucionet kulturore, ndërmarrjet publike, njësitë të zjarfikësve nuk do të mund t'i kryejnë detyrat e tyre. Ndërkohë mandati i kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal duhet të përfundonte në gjysmën e dytë të këtij muaji. Zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2013 u mbajtën më 25 mars, ndërsa me ndryshimet e fundit ligjore ato u shtyn për në gjysmën e parë të muajit maj, por edhe ky afat u shkel, pasi kuvendi nuk i shpalli zgjedhjet në kohën e duhur. Në prokurorinë themelore sot është paraqitur lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i cili akuzohet për keqpërdorim të parave në fushat zgjedhore. Zaev ka thënë se do të bëjnë ekspertizën e dëshmive, më pas do të përgatitin mbrojtjen. Ai ka theksuar se do të dëshmojnë pavajsinë, gjithnjë duke respektuar institucionet. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev është paraqitur sot në prokurorinë themelore, ku akuzohet për keqpërdorim të parave në fushat zgjedhore. Pas daljes nga seanca, Zaev deklaroi se u janë prezantuar indikacionet për keqpërdorim të fushatës parazgjedhore të vitit 2016. Jasno nije to što nije beše prezentirano. E kemi të qartë atë që na u prezentua me gojë nga ana e prokurorit. U morën vesh për hapin e radhës të mërkurën në orën 12 në pajtueshmëri me procedurën të bëjmë ekspertizën e dëshmive që të mund të japim mbrojtjen tonë. Siç e
dini, këtu jemi për të dëshmuar pafajësinë tonë duke respektuar institucionet në procedurë të rregullt normale. Ta dëshmojmë pafajësinë tonë për të cilën jemi në dyshim si organizator të fushatës. Unë një person i punësuar në administratën e LSDM-s dhe subjekti juridik LSDM. Siç njoftojnë nga prokuroria, deri më tani në procedurën parahetimore janë dëgjuar mbi 70 dëshmitar. Dje prokuroria publike për krim të organizuar dhe korrupsion kumtoi se kanë filluar hetim për parregullsitë zgjedhore për kohën e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të vitit 2014. Përveç këtij hetimi, në komunikatën e prokurorisë shkruan edhe se procedura hetimore udhëhiqet për zgjedhjet parlamentare, të cilat u mbajtën më 11 dhjetor të vitit të kaluar. I akuzuari në rastin e Kumanovës Enver Hoxha Klein, i cili ka dëshmuar sot në seancën gjyqësore, ka deklaruar se në Maqedoni ka hyrë për shkak se si shumë anëtar tjerë të grupit është ftuar nga një qytetar i Maqedonisë. Hoxha ka deklaruar se nuk do të përmendte emrat të këtyre personave, por këtë do ta bënte nëse rasti do të shqyrtohej nga ndonjë institucion ndërkombëtar. Në Kumanov ka marrë si shumica e grupit, ndërsa arsyeja ka qenë ftesa e një qytetari nga Maqedonia, i cili thoshte se situata është e tensionuar dhe shqiptarët duhet të mbrohen. Kështu deklaroi në dëshminë e tij para trupit gjykues Enver Hoxha Klein, njëri nga të akuzuarit e rastit të Kumanovës. I pyetur se me cilët persona nga Maqedonia ka kontaktuar dhe ai din emrat e tyre, Hoxha tha se për shkak që nuk u beson gjykatës dhe prokurorisë, emrat do të përmend kur rasti të hetohet nga institucionet ndërkombëtare. I akuzuari Enver Hoxha ka edhe për keqtrajtimin që i është bërë gjatë arrestimit dhe marrjes në pyetje nga policia pas pyetjes së parashtruar nga i akuzuari tjetër, Lendrit Rustemi. Keqtrajtime në polici kam pasur disa herë. Herën e parë më kanë vendosur një qese në kokë dhe ma kanë mbajtur revolen te koka. Këtë e ke parë edhe vetë ti, nuk kam mundur të marr frymë dhe kjo ka zgjatur rreth një orë. Herën e dytë, në një stacion tjetër të policisë, përsëri më kanë vendosur qese në kokë dhe revolen. Në dhomën e stacionit ka pasur 4 a 5 persona. Avokatja e të akuzuarit Hoxhaj, Artene Ademi Iseini, deklaroi se klienti i saj vendosi të dëshmojë para trupit gjykues për të shprehur mosbesimin ndaj institucioneve juridike të vendit. I njëjti shfaqi dyshimet në hetimin e mirëfillt të këtyre ngjarjeve, insiston dhe kërkon hetim të mirëfillt me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar. Ndërsa avokati tjetër i disa të akuzuarve nga rasti i Kumanovës, Naser Raufi, tha se emri i publikuar nga disa portale i inspektorit nga Kumanova, Armend Afuzi, është i pavërtet. Disa portale bën spekulime që është Armend Afuzi me bimën, jam i sigurt prej dëshmive deri tani dhe prej vetë të akuzuarve që nuk është person në fjalë Armend Afuzi, po dëni Armend me bimën që ende nuk e kemi detektuar. Ne kemi konfirmuar këtë punë, domethënë, edhe e kemi argumentuar në kontakt me vetë të akuzuar që personi nuk është Armend Afuzi, po është me emrin Armend, po bimin nuk e dim deri tani. Është e sigurt që nuk është personi Armend Afuzi. Në seancën e kaluar, i akuzuari tjetër Genc Sefaj deklaroi se grupi kishte ardhur në Kumanov për të dërguar porosi institucioneve të shtetit përmes një kumtese për media që të respektohet dhe zbatohet marrëveshja e Ohrit. Fakulteti Filozofik në bashkëpunim me Shoqatën e Filozofëve të Maqedonisë kanë organizuar një ceremoni ku mbajtën ligjërata dhe u nda një falënderim për akademikun Ferit Muhiç në shenjë falënderimi për punën e tij shumëvjeçare për zhvillimin e filozofisë. Akademiku Ferit Muhiç ka ligjëruar sot për temën burimi që rrjedh në qiell. Në ligjëratën solemne të organizuar nga Fakulteti Filozofik në Shkup në bashkëpunim me Shoqatën e Filozofëve të Maqedonisë, u nda gjithashtu një falënderim për profesorin Muhiç si shenjë falënderimi për punën e tij shumëvjeçare për zhvillimin e filozofisë. Imeno to je jedan vid blagodarnica za... Do të marrë edhe një falemderim për atë që e kemi bërë këto 40 vite më tepër me Shoqatën e Filozofëve të Maqedonisë dhe ja, në atë drejtim do të më duhet të mbaj një ligjëratë filozofike. Unë shpresoj që do të jetë shumë domethënëse edhe për studentët edhe për të tjerët, pikërisht për faktin se nuk do t'i përfshi rrethanat e tanishme në të cilat jetojmë, por është një temë e gjerë. Në anën tjetër, kryetari i Shoqatës së Filozofëve të Maqedonisë Lupço Mitkovski shpjegoi 3 arsye se pse ngjarjen e sotme e kanë emëruar si ligjëratë solemne dhe jo thjesht një ligjëratë. Едни от нив
Një nga arsyet është se kjo është një traditë e Institutit për Filozofi, të cilën ne si shoqat e filozofëve e mbështesim. Kjo na mundsoi një ligjëratë të tillë para këtij auditori të ish profesorëve tan. Arsyeja e dytë që e bën ta quajmë ligjëratën solemne është fakti se është mundsuar të realizohet në ditën botërore të filozofisë. Do i japim profesorit Muhić një falënderim për zhvillimin e kulturës filozofike. Ferit Muhić, përveç që është profesor i filozofisë në Universitetin Kirili dhe Metodi në Shkup, ai udhëheq 2 akademi. Kryetari i Akademisë Bosnjake të Shkencave dhe Arteve me qendër në Sarajev dhe të Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve me qendër në Strasburg. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ushtrinë e Kosovës e mbështesin të gjithë komunitetet pakic përveç serbëve. Shpërthen Etna në Itali, banorët po friksohen nga aktivizimi i vulkanit më të madh dhe më aktiv në Europë. Do vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Kreu i shtetit kosovar Hashim Thaçi ka thënë se transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës po e mbështesin të gjitha komunitetet tjera përveç serbëve. Thaçi tha se lista serbe nuk po guxon ta votojë këtë ndryshim për shkak të kundërshtimeve nga Beogradi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur sot sërish për çështjen e transformimit të FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak. Ai tha se 110 deputet të Kuvendit të Kosovës janë deklaruar se do të mbështesin plotësisht themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke theksuar se këtë transformim po mbështesin të gjitha komunitetet tjera përveç serbëve. Thaçi tha se lista serbe nuk po guxon ta votojë këtë ndryshim për shkak të Beogradit. Ai po ashtu theksoi se ky proces do të jetë i koordinuar plotësisht me faktorin ndërkombëtar. Ky proces është i pandalshëm. Do të përmbyllet me sukses, ka filluar, përmbyllet do jetë e suksesshme, e përbashkët me bashkësinë ndërkombëtare. As një faktor ndërkombëtar nuk është kundër themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Vetëm të shikojmë procedurat dhe ditën dhe datën. Ne nuk mund të antarësohemi as në NATO, as një mekanizëm tjetër, as fillojmë procesin e partneritetit për paqë pa themelu ushtrit. Aktualisht ligji iniciuar nga presidenti Thaçi është në qeverinë e Kosovës dhe cila sipas procedurave duhet ta kthejë atë në kuvend me komentet e veta. Pavarësisht kundërshtimeve aktuale ndërkombëtare, Thaçi është zotuar se transformimi i FSK-s në forcë ushtarake do të ndodhë në koordinim me faktorin ndërkombëtar, ngjashëm siç ishte vepruar edhe me aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Nureddin Ibishi, i cili është dhe njohës i çështjeve dhe aspekteve të sigurisë, tha se diplomacia e Kosovës, liderët dhe udhëheqësit e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të ndërmarrin një fushat lobimi tek faktori ndërkombëtar në mënyrë që të sqarohet se Kosova nuk po bën një ushtri që cënon interesat ndërkombëtare dhe as pakicën serbe në Kosovë. Transformimin e FSK-s në ushtri po e mbështet në parim edhe opozita. Subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetvendosje është për krijimin e ushtrisë së Kosovës, thot deputeti i saj Albin Kurdi. Sipas tij, Kosova duhet të ruajë partneritetin e saj me NATO-n dhe miqt ndërkombëtar, por formimi i ushtrisë nuk mund të ketë alternativa. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti amerikan Donald Trump janë takuar në shtëpinë e bardhë. Ky është takimi i parë drejt për drejt mes dy udhëheqësve që pas fitores së Trumpit në zgjedhje. Para zgjedhjeve, Donald Trump e pacilësuar qëndrimin mikpritës të zonjës Merkel ndaj refugjatëve një gabim katastrofik dhe pa të akuzuar atë se po shkatron Gjermaninë. Donald Trump është të shprehur se vendet e NATO-s duhet paguajnë më shumë për të përmbushur nevojat e mbrojtjes. Angela Merkel, i cila ka peshë të madhe në Europë, ka shprehur kritike ndaj urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump për pezulluar futjen e shtetasve nga disa vende me shumicë muslimane. Urdhri është pezulluar për momentin me vendim të gjykatës. Etna, vulkani më i madh dhe më aktiv në Europë, ka dhënë shenjë të rrezikshme paralajmëruese javët e fundit, duke surprizuar her pas here banorët me shtëllunga, tymi dhe lave, por shpërthimi më i frikshëm ndodhi një ditë më parë duke plagosur 10 persona. Një ekip i rrjetit televiziv britanik BBC dhe disa turistë kanë pësuar lëndime të lehta pas shpërthimit të rrezikshëm të vulkanit sicilian. Shumë të plagosur lëndime dhe djegje, shkroi në Twitter raporterja e BBC-s. Vulkani më i madh i kontinentit shpërtheu me rrjedhje
mbledhje të mëdha llave dhe shtëllunga tymi dhe avullit, të cilat goditën grupin e turisteve dhe reporterët e BBC-s. 10 persona u dërguan në spitale lokale, ndërkohë që 10 të tjerë janë evakuar nga mali. Reaktivizimi i vulkanit nisi 2 ditë më parë me disa shpërtime të vogla në kraterin e ri juglindor të tij, i cili u shtua pra aktiviteti ekzistues në maj. Të paktën 58 persona humbën jetën si pasojë një sulmi error ndaj një xhamie në fshatin Gjina të qytetit e Tarib në afërsi të Halepit. Në një deklaratë për agjencinë Anadolu, zyrtari i mbrojtjes civile në këtë rajon, Yahya Xhavat, ka thënë një avion që dyshojmë se i përkiste ushtrisë ruse ka sulmuar një xhami në fshatin Gjina të qytetit e Tarib pranë Halepit, ndërkohë që falej namazi Yacis. Si pasojë e sulmit, të paktën 58 persona kanë humbur jetën. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke punuar për nxjerrjen e personave që ndodhen në ngërmadhë në xhami gjatë faljes së namazit. Kishte 200 deri në 300 njerëz, tha ai, duke shtuar se numri personave të vdekur mund të rritet. Durimi dhe loja tërhiqe mos e kput e Shteteve të Bashkuara me Korenë e Veriut ka sosur. Me këto fjalë komentoi përshkallëzimin e tensioneve me vendin komunist kryediplomati amerikan Rex Tillerson. Sekretari i Shtetit bëri këto komente nga Korea e Veriut, ku është ndalur për një vizitë zyrtare. Ai nuk përshton asnjë mundësi reagimi ndaj Pjongjanit, përfshirë edhe atë ushtarak për aktivitetet kërcënuese në rajon. Të gjitha opsionet janë në tryez, jemi duke diskutuar masa të reja diplomatike të sigurisë dhe ekonomike, tha ai. Testimet e vazhdueshme bërthamore dhe i raketave me rreze të gjatë veprimi nga ana e Koreas së Veriut kanë përshkallëzuar tensionet në rajon dhe për herë të parë pas shumë vitesh një zyrtar i lartë i Washingtonit nuk përjashton mundësinë e një ndërhyrje ushtarake. Komentet e sekretarit Tillerson u bën pak pasi vizitoi zonën e çmilitarizuar që ndan dy Koret. Kështë e tëra për këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues, ndërsa ne do të takohemi sërish në edicion e radhës në orën 23:30. Deri atëherë, mirëmbëngjes.